Unë kësaj teme do t'i qasim jo shumë gjatë, por për të sqaruar nga dy anë. E para, sikur ky gjykatësi të ishte ai që punon pikërisht me sistemin islam, kjo pyetje prap do të ishte. E që në këtë rast, pra edhe të thuat a lejohet që të shkohet tek hoxha mu anku femra dhe të kërkoj shkurërzim. Padyshim që lejohet që femra të inicoj shkurërzim, por është kusht që ajo të ketë arsye. Është kusht që femra pra të posedoj arsye të ngarkesës jetës me atë bashkëshort, i cili nuk është bindur që t'ja jap asaj shkurërzimin, respektivisht të bëj ndarjen me të. Burrat shpesh herë mund të jenë të pakënaqur me gratë e tyre, por ndoshta dominon fuqia fizike, ndoshta aspektet e tjera, pse jo edhe varfshmëria financiare, që e kanë shpesher gratë për burrat e tyre, mund të jetë ai që dominon dhe në një farë forme, edhe nëse kanë zënka dhe probleme, gjithsa të them, edhe nëse nganjëherë ekziston edhe dhuna fizike, burri pra mas asaj dhune sikur nën kupton që mund të mos jetë aq edhe i denj për ta dashur, për ta dashuruar në gruan e tij. Megjithatë ai e shfryn mllefin e tij, idhnimin e tij dhe nuk ka nevojë për ta shkurërzuar sepse kur i dhrohet e rrah, e dënon në një formë apo tjetër. Ndërkaq gruaja atë lloj presioni, pra edhe dhunën fizike e shpesh herë shumë më e lëndueshme është dhuna psiqike. Nuk mund ta përballoj. Dhe kur i thot atij ta shkurërzoj që ajo pra ta ketë jetën e lirë përpara vetes dhe të martohet eventualisht me dikë tjetër, ajo nuk e merr këtë drejt. Burri pra e mban një lloj monopoli të shkurërzimit. As nuk ja jep të drejtën asaj, e as nuk e trajton si grua, si bashkëshorte. Nuk e respekton pra. Në situata të këtilla pra kjo grua nuk mbetet në ligjin e Allahut xhaleshanuhu pa rrugdalje. Kjo ka të drejtë të shkojë tek gjykatësi dhe të kërkojë ndarje nga burri. Natyrisht gjykatësi duhet të kuptojë arsyeën, sepse po e them fjalinë e fundit në këtë rast pra para se të vite fundi. Gjykatësi ka të drejtë të marrë vendim jashtë dëshirës dhe vullnetit të burrit, padyshim pra. Gjykatësi mund ta shkurërzojë atë grua, edhe nëse burri nuk pranon. Atëherë po i kthehet. Çfarë nëse gjykatësi merr një vendim të tillë pa argumente? Sigurisht pra ai do të dëshironte të dinte se cilat janë arsyet që kjo grua po kërkon shkurërzim, ndarje nga burri i saj. Dhe medomos ai kërkon të arsyetoj ajo kërkesën, pra mund të thotë se burri nuk na furnizon me artikuj ushqimor. Nuk na siguron ngrohje në ditë të dimrit. Nuk e kemi shtëpinë të izoluar, pra kemi padritare, pra ka të bëjë me aspektin që quhet material, pra të jetesës. Nëse vërtetohen këto, atëherë burri ka njërin prej dy situata, ose është i varfër dhe do duhet të ndihmohej nga shteti, të merrte një asistencë, pra e kuptoj që kjo ndihma ekonomike që quhet ndryshe ose në asistencë sociale, paksa kur thuhet është paksa shaka, sepse më njëherë na shkon në mendje se 80 euro është fjala. Nuk bëhet fjalë për 80 euro, por bëhet fjalë për një shumë me cilën normal pra shtetet kur e caktojnë asistencën sociale është që t'i mbuloj shpenzimet e familjes. Me fjalë të tjera, nëse një burr pra nuk e furnizon gruan sepse është i varfër, atëherë shteti do ta kuptojë këtë realitet dhe do duhet ta përshpejtonte procedurën që ai ta furnizojë gruan dhe fëmijët. Nëse ai ka pagë, ka të ardhurra personale të mjaftueshme, por pin alkool, por luan bigjoz, i shpenzon rrugëve e nuk i sjell në shtëpi, atëherë do të bënin atë që mund të bëhej
me të, në këtë rast për ta ndaluar nga veprimet të tilla, por megjithatë nëse vërtetohet se ai është neglizhent dhe është i pandërgjeshëm ndaj gruas, atëherë gjykatësi ka të drejtë ta shkurorëzojë gruan. E të mos flasim kur ka shenja, argumente të dhunës fizike, kur ajo nuk mund t'i përballojë. Pra, bile nga njëherë edhe mund të konsiderohet se marrëdhënia e tyre martësore mund të jetë edhe e rrezikshme për jetë. Pra, posaçërisht kur ajo denoncon rastin, kur ajo ankohet në gjykatë, kur ajo bën padi, burri mund të hakmerret skajshmërisht keq dhe mund të bëj një veprim që do të ishte shumë më i keq, shumë më fatal se sa sjelljen që ka pasur para se ajo të ankohej. Në këto raste pra gjykata duhet të përshpejtojë procedurën. Dhe thjesht në procedurët më të ngadalësuar sigurisht për të marrë argumentet dhe jo në seancën e parë, sigurisht po ashtu, gjykatësi ka të drejtë pra ta shkurorëzojë gruan. Dhe rrjedhimisht gruaja a ka pas të drejtë të ankohet, përgjigjja është se ka pas të drejtë të ankohet dhe gjykatësi a ka pas të drejtë ta shkurorëzojë, përgjigjja prapë është që gjykatësi ka pas të drejtë ta shkurorëzojë. Kjo është njëra anë që gruaja a guxon të shkojë tek gjykatësi për të kërkuar shkurorëzim. Por edhe në vendin tonë, nganjëherë pra martesat mund të jenë vështirë të zgjidhura, vështirë pra të përfunduara para kohës, pra para vdekjes e kemi fjalën, për faktin se nuk është gatishmëria të dy bashkëshortëve për ta përfunduar një gjë të tillë. Atëherë gruaja është e kotë nëse kërkon shkurorëzim kur letra ta quaj, kur kurora e saj mbetet në fuqi akoma në oficiali dhe në organet e shtetit. Ndoshta edhe ajo që është më e keqe e mundshme në këtë rast, edhe mbiemrin ja ka dorëzuar burrit vet, pra faktikisht e ka ndruar mbiemrin. E që ajo tashmë edhe nëse nuk jeton me burrin, edhe nëse ka arritur që fizikisht të largohet nga shtëpia e burrit dhe shkon të jetojë tek familja e saj, megjithatë letrat i mbeten akoma se është bashkëshorte e këtij burri dhe rrjedhimisht edhe me ligjet në fuqi ajo pra nuk ka të drejtë të martohet diku tjetër pastaj. Edhe nëse martohet pa kurorëzim. E që i bie pra ajo do të ketë edhe fëmijë të një martese pa përfunduar në mënyrë të plotfuqishme juridike. Sido që tjetë pra edhe në këto situata. A ka të drejtë gruaja të shkojë tek gjykatësi? E them përgjithësi se nëse ajo i ka shtjerë të gjitha mundësitë e përmirësimit gjendjes në familje, pra ka folë me burrin nuk ka pas efekt. Ka kërku që çështja të dalë në tavolinë në familje të ngushtë, pra me familjen e burrit. Pastaj ka kaluar edhe në familjen e saj dhe është e papërmirësueshme. Unë do të kisha thënë me domos të shikohet edhe mundësia që ndonjë hoxh t'i flet pra burrit dhe t'i jap këshill. Kur e them ndonjë hoxh, për faktin se hoxha mund të jetë efikas, natyrisht, por nëse edhe ai djali është deri diku bile fetar, nihet pra me respekt ndaj hoxhës. Në të kundërtën pra nuk do t'i bënte dobi, pra do t'i flet hoxha dhe asgjë tjetër. Atëherë jeta është e zymt, martesa nuk mund të përfundojë ndryshe, atëherë është e lejueshme që një gjendje e papërballueshme e jetës të përfundoj duke kërkuar shkurorëzim pra tek gjykatësi edhe në gjykatat e vendit që i kemi në këtë drejtim, pra se kjo do të ishte zgjidhja më e implementueshme, jo që femra ta kesh përdorur të drejtën e vet, sepse fundja është mirë të dimë një herë për gjithmonë se ne për çdo veprim që bëjmë në këtë botë dhe edhe atëherë kur marrim një dënim të caktuar në këtë botë, nuk do të duhet të mendonim se këtu përfundojnë dënimet tona ose dhënia llogarisë. Ne të gjithë kemi për dhënë llogari para Allahut xhaleshanu. Dhe femra e cila kërkon shkurorëzim pa të drejtë, atëherë ajo meriton mallkimin e Allahut. Ndërkaq nëse ajo arrin që këtë të drejtë ta fitojë për shkak ndoshta të njëftësive që ka në gjykata, atëherë mos të mendoj se i ka shpëtuar ligjeve të dynjas, por te Allahu ajo do të
jap llogari pse është nda nga burri. Nuk lejohet që femra të kërkojë për hiç gjë ose për asgjë shkurërzim nga një burr i caktuar. Ajo duhej të jetonte me të dhe të kishte respektin ndërsjell. Ajo ka pas kohë mjaftueshëm që të mendoj para martesës se duhet apo nuk duhet martohet me këtë njeri. Në rast se rrethanat kanë ndryshuar në disfavor të saj, pra ato që i ka ditë ajo për burrin e vet kanë dalë jo të sakta, ose burri ka qenë fillimisht i mirë, por është prish më vonë, ka prish sjelljen, edukatën, ka humbur respektin për gruan e tij, atëherë ka të drejtë kjo që një ditë prej ditëve të kërkoj divorc në gjykatë. Kjo është mendimi jon lidhur me këtë çështje. Dhe shpesh herë kjo është edhe zgjidhja e vetme në tavolinë e mundshme, gjithnjë kur janë shtrirë të gjitha ato mundësitë alternative që kanë karakter motivues, moral e jo ndonjë ndikim implementues ligjor. Pra, sikur përmenda, të bisedohet me familje, të bisedohet me ndonjë hoxh e të ngjashme. Allahu e di më së miri.